Gabimet që nxjerrin njeriu nga rruga e Allahut subhanahu wa taala janë shumëta. Që tregohet në një hadith që pejgamberi sa bëri një vizë të drejtë, tha kjo rruga e drejtë e Allahut subhanahu wa taala, dhe ansore bëri disa dalje, kur I themi ne, dhe tha në çdo derë prej tyre ka një shejtan I cili I fton njerëzit që të marrin atë rrugë. Ne lutim Allahun e mëdhëruar na fuqizoj dhe të na bëj që kur gabojmë të kthehemi, se s'ka dyshim, të pak gabueshëm nuk jemi, po dallimi është se njeriu kur kujton Allahun e mëdhëruar, kur kujton madhështinë e Tij, kthehet. Kurse ai I cili nuk ka suksesin dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, kujtohet sa dush, ai nuk kthehet dhe nuk përfiton.